Miq Prizmos, debati për pagat e gjyqtarëve. Shqipëri sot ishte në nivelin më të lartë, më të ashpër, dhe me goditje kundër goditje me kryeministrin e Shqipërisë. Por ajo që do t'i veja titull është kjo. Ngutja e gjyqtarëve për pagat, se praktikisht pavarësisht se ata thonë nuk është vetëm çështje pagash, po ke paga është problemi. Është një imitim i shëmtuar i politikës. Jo vetëm që janë ngutur, por nuk kanë shumë parasysh, pastaj aty mund thonë çfarë duan ata, por praktikisht janë gjyqtarë dhe bien në nivelin e politikës. Dhe kjo është gjë shumë e keqe, sepse kanë betejën e humbur. Kur thonë populizëm e përmendin fjalë tjera, po e sqaroj. Është disa herë që del kryeministri i Shqipërisë, dhe kryeministri i Shqipërisë është ai që administron paratë e shtetit, nuk i administron gjyqtarët apo prokurorët. Është vullneti politik i cili prodhon qeverinë, dhe qeveria ka tagër të përcaktojë niveli pagash edhe njëkohësisht në të gjithë shtetin, sepse ata janë gjyqtarët, prokurorët janë njerëz të cilët paguhen nga shteti. Dhe me të vërtetë që thonë kemi shkuar në sistemin e gjykimit deri në kushtetuese, por ka një diçka. Gjyqtarët nuk mund t'ja mbushin as mendin, nuk mund t'i mbyllin as gojës politikën. Politikën nuk... Shiko, drejtësia me të vërtetë është një sistem tjetër i pavarur, por nuk është i pavarur nga ligjet e shtetit. Dakord, po i shkon ti kontrollosh edhe ti rregullosh e ti sistemosh, por në financa, në paga, në nivele pagash, dhe njëkohësisht në plotësim kërkesash financiare, gjithmonë është shteti. Dhe shteti është vullnet politik. Sigurisht është e qartë që është edhe drejtësia vullnet politik, se jemi ndarë për kësaj pune. Edhe kur bëhet gjykata kushtetuese është vullnet politik. Ajo gjykata kushtetuese, pra është vullnet politik edhe. Nuk është jashtë vullnetit politik. Në fund kret janë disa gjykata, përfshi dhe SPAK-un edhe GKK-on, që do të marrin aprovim në rrafshin politik, do shkojnë kuvend. Dhe po ai kuvend nxjerr nëpërmjet majorancës deri në qeverinë. Dhe qeveria është ajo që i përcakton. Prandaj nuk është e nevojshme ta vazhdojmë në këtë diskurs, është ngutje e tyre. Pse pikërisht tash në kulmin e aktivitetit të drejtësisë je interesuar ka shumë për pagat, kur pagat janë të larta. Është e vërtetë që janë të larta. Mund të duash paga më të larta, por bëhesh objekt politik, po kërkove në mënyrë të tillë. Dhe sigurisht kryeministri i Shqipërisë është fantastik për ta përdorur këtë punë, sepse drejtësia me mangësitë e veta ka goditur shumë, është opozita e vetme në Shqipëri. Dhe jo ato prokurorë dhe ato gjykatës, por kryesi SPAK-u dhe GKK-ja. SPAK-u nuk po kërkon, mbase bashkohet me të, pa nuk po kërkon ngritje pagë. Pastaj kryeministri fillon kërkoni 37 milionë dhe çfarë bën kryeministri me politikën e tij, që këta e quajnë populizëm. Po populizëm, po politika me çfarë merret? Një gjyqtar do të merret me drejtsinë, merret me punën e tij. Një politikan merret me populizëm, mos e harroni këtë punë, apo e keni larguar, s'duhet merret me populizëm, e ka ndaluar kush populizmin? Ose keni ndaluar gjë me ligj, e ke shkruar në ligj. Nuk mund ta mbushësh gjithë vendin me para burgosur. As nuk mund të mbash në burg të pa dënuar ose të pa akuzuar. Pra, ka kritika sa dush për ju. Edhe nëse do shfrytëzohet populizmi, atëherë pse e provokon populizmin me pagat? Tash pikërisht në këto momente, që të bësh pre e politikës. Çfarë kujtojnë këta se i shpëton Sali Berisha, jo? Sali Berisha është më keq se sa Edi Rama. Pavarësisht se duket sikur është antagonist i tij. Po dhe e di mirë bollë dhe e thotë qartë që pagat i përcakton qeveria, nivelin e pagës e përcakton, bilancet i di qeveria, nuk i di as drejtësia, dhe do më thua ti mua që un kam këtë lloj page, jam i pakënaqur. Ti gjithë jemi. Dhe nuk jemi vetëm për gjyqtarët e prokurorit, jemi edhe për pedagogët, jemi edhe për mjekët, jemi edhe për mësuesit, jemi edhe për nënpunësit, jemi pse duhet të paguash. Atëherë kur do që të marrësh 6.000 euro, ti patjetër edhe një zyrtar do të marrë 5.000 euro. Ti nivelit lart akademik, 6.000 euro, 7.000 euro do të marrë ai. Nëse nuk e do korrupsionin në sajt pagës ti, edhe pedagogu nuk e do në sajt pagës ti.
Edhe zyrtari, në sajt pagës, edhe ministri, edhe drejtori, këta janë marrëzira. Ky është populizëm. Pra, mos provoko që të shkosh në promovimin e populizmit. Sepse në këtë pikë është politika më e zonja, është më i zoti Edi Rama. Dhe e ketë humbur betejën me to. Edhe sikur gjykata kushtetuese ta aprovoi, politika nuk ka për të lënë asnjëherë atë. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që në momentin më të mirë të drejtësisë, e cila është opozita e vetme në Shqipëri, s'ka opozitë, është drejtësia. Dalin edhe ata, sikur kërkojnë pagën tash. Bëhen edhe ata pis në këtë lloj mënyre sepse shikoj mendojnë vetëm për veten e tyre, ë? Në populizmin e qartë, ashtu si kundër bën me populizëm dhe ku kërkuan, po e përsëris edhe një herë, ku kërkuan pezullimin e Ballukës, në vend që të kërkonin arrestimin e saj, thonë pezullimin, është populizëm, kërkonin të bënin popullin me vete. Sigurisht edhe Edi Rama kërkon popullin me vete, tash duke thënë që ka. Këta duan rrogën e tyre, këta duan vetëm mirëqenien e tyre dhe savën e tyre. Këta nuk duan drejtësi. Këta drejtësinë kanë kthyer mbrapsht dhe fillon sigurisht retorika politike. Dhe në retorikën politike janë të humbur këta. Pse janë të humbur? Se po kërkojnë në një moment që nuk është oportun dhe nuk është i domosdoshëm pagat e tyre. Në vend që të kërkojnë disa kushte tjera më të mira pune, që sigurisht është edhe kjo kërkesë, të kërkojnë disa elemente të tjera dhe pastaj në fund vjen paga. Dhe sigurisht është e negociueshme. Këta bëjnë bajlek tash me qeverinë dhe me politikën për punë pagash. Nuk më duket s'është jo vetëm që nuk më duket inteligjente, po më duket e shtyrë kjo punë, që politika ta marrë dhe ta përdorë dhe të fitojë. Dhe nuk është vetëm Edi Rama, po fiton gjithë politika. Mos ja njitni vetëm Edi Ramës. Kështu është edhe Sali Berisha, kështu edhe gjithë të tjerë. Sepse nuk mund ta lejojë drejtësinë të fitojë me politikën. Politika po mlodh, çdo drejtësi e bën në shtryll. S'është zoja më sepse rrihet për asaj pune. Mos t'i kujtojmë sikur janë gjëra të sajt përkohur edhe në ku? Në Shqipëri. Në këtë nivele nuk bisedohet as për Danimarkën, as për Norvegjinë që kanë fluskën e tyre. Gati nuk janë njerëz. E jo, ma vende mesdhetare, sidomos Shqipëria. Dakord, miqtë mi. Jam i detyruar në një farë mënyrë të flas për arrestin me burg me izolim në shtëpi, burg shtëpiak, mund quhet Arta Dollanit. Do thoni ju pse? Për dy arsye. E para, unë e njoh sepse kur punoja drejtori DRKK-s në Shkodër, Arta Dollani ishte drejtoresha e monumenteve të kulturës. Një nga drejtoreshat e rëndësishme të Ministrisë Kulturës. Sigurisht, unë isha drejtori një prej 6 DRKK-ve, por mund të them që isha për nga pasurit DRKK-ja më e madhe, edhe për nga sipërfaqja, sepse sigurisht kisha gjithë veriun e Shqipërisë, me gjithë monumentet edhe parqet. E kam fjalën se shpeshherë njerëzit ngatrojnë monumentet të shtatore që janë. Fjalën për monumentet e kulturës dhe Rënoja, Kështjella, Kalaha dhe parqet arkeologjike. Kishte 2, ishte Shkodrës edhe i Lezhës, por që pastaj kishte Dibra, kishte Mirdita, kishte kulla nga më të ndryshmet. Kuksi, Tropoja, Lezhë, Shkodra, gjithashtu Malësia e Madhe, një sipërfaqe impresionante. Në ato muaj, në atë vit që punova, sigurisht njofta dhe Arta Dollanin. Me mua, në krahasim me shumë të tjera aty, Arta sjell mirë. Dhe unë sigurisht jam sjell mirë, sepse kishte një aftësi të jashtëzakonshme për ta kuptuar atë tjetrin. E ka seriozisht apo nuk e ka seriozisht, ose këti që kanë përballë i peshojnë apo i ka kot. E them këtë fjalë jo për të hyrë historive të tilla, se s'kan lidhje këto, por për të kuptuar që ishte një grua profesion arkitekte në dijenin time, e cila vinte nga Bashkia e Tiranës. Ishte drejtoreshe arkitekturës e blejeve në kohën e Edi Ramës. Dhe sigurisht me ngritjen e ministrisë së re pas rrëzimit të qeverisë
Edhe Sali Berishës, Ministri e Kulturës u besua Mirela Kumbarës edhe normalisht njoftunit, sigurisht kanë qenë referencë e Edi Ramës, pa diskutim. Që u bë pastaj bashkëpunëtore e ngushtë e Mirela Kumbarës. E njoh edhe nuk mund të them fjalë të këqija për atë periudhë, për këtë lloj drejtoreshe, pavarësisht se ne dinim shumë gjëra. Dhe u kuptua qartë që është një bashkëpunim më tepër se sa i ngushtë, përse i përket shumë elemente që edhe në Ministrinë e Kulturës kishin bënin me modele të cilat pastaj si t'u them tash shpallin bie fjala në zonë ruajtje, pastaj krijohesh në element tjetër e vilave në Tiranë dhe krijohesh ngritjet e pallateve, gjëra të tilla. Okej. Tash Arta Dollani u arrestua sepse në kohën kur ishte ministre e mjedisit, Mirela Kumbara e bëri drejtoresht mjedisit pikërisht Arta Dollani. Më kuptoni? Në Bashkinë e Tiranës, për problemet e arkitekturës, problemin e lejeve të ndërtimit, në Ministrinë e Kulturës Mirela Kumbarës, drejtoreshe monumenteve të kulturës, në Ministrinë e Mjedisit, Turizmit e Mjedisit, drejtoreshe e Mjedisit, dhe sot që është arrestuar në Ministrinë e Arsimit, drejtore e arsimit para universitar, para shkollor në dinin time. Pra një njeri krejtësisht i besuar, jo thjesht ke Mirela Kumbaro, pa ke Edi Rama. Akuza është mbetjet e kurumit, që janë sot të mbyllura dhe të bllokuara në plasë skandale, ato mbetja po shkonin dikush, nuk vepronte, kalonin portin e Durrësit në mënyrë skandaloze, u kapën, u bllokuan, janë aty sot këto ditë, dhe një prej fajeve dhe një prej akuzave është pikërisht Ministrinë e Mjedisit, që drejtonte Mirela Kumbaro dhe që drejtori ishte Arta Dollani, dhe që dalin në kohën e sotme me idenë si jemi kujdesur, domethënë mos pasje vëmendje. As kërkush nuk është i prirur sot të besoj që nuk ke pasur mendje. Se vetëm mos pasje vëmendje këtu ke ne nuk ka. Ka interes, po se po të kalojnë miliardat edhe nuk ke vëmendjen, këtë tash është e pabesueshme. Dhe këtë e them me plot bindje. Nuk ka më që mos të kesh vëmendjen të kaloj nëpër hund. Ka ndodhur dikur me budallet. Edhe ata nuk lejonin, po dikur të marrte administratës Berisha, sidomos parës, pastaj dytës filluan të përfitojnë edhe ato. Kishin vëmendjen, domethënë, ku po shkon ti, ka dalë herë papagude me shkuti, se kështu shpërthehen këtë punë. Edhe kurumi sigurisht merret vesh. Edhe interesat gati dhe ndërshtërore po kuptohen. Por ama ka plasur skandali, tash ato janë aty, kontinjerët. Edhe e arrestuar në shtëpi, domethënë arresht shtëpiak është edhe Arta Dollani. Nuk gëzohem që një grua është në arresht shtëpiak. Por tash mund të them edhe këtë tjetrën. Shpeshherë qeverisje arrestoheshin burrat sepse ishin ata drejtor ministra. Në administratën Rama janë përdorur shumë gratë për ministre, për drejtoreshe, edhe ju vjen ditat atyre të arreshtohen. Dhe kjo është një nga ato dilemat e mëdha, të cilat nuk kanë të bëjnë, sepse po të shohim pastaj edhe idetë e barazisë, edhe barazit në faj janë njësoj. Nuk mund të jenë të ndryshme, gratë nga burrat. Në një mjedis që është edhe burrash edhe grash, që është infektuar nga korrupsioni, mbyllja e syve, që sot nuk ekziston, nuk ka mbyllje sysh më, jo pa kujdesi. As e ministres, as e drejtoreshës mjedisit. Po ka aferë. Sigurisht që më vjen keq. Po nuk më vjen keq fare nëse është afera. Dhe sigurisht që më vjen keq se është një grua, po nuk më vjen fare keq se është një grua dhe që është afera. Për mua pastaj jam të barabartë. Dhe në këtë rast janë të barabartë. Gratë me burrat. Nuk mund të jetë një grua më pak e korruptuar se sa një burr. Korrupsioni është një lloj. I korruptuar një burr është edhe i korruptuar edhe një grua. Një burr drejtor ose ministër është njësoj i korruptuar si një grua
drejtoresh ose po ministre. Ideja e korrupsionit është ideja e gati ngjan pak shëmtimeve ideologjike. Gati dhe korrupsioni është një ideologji në vete. Këtu ke ne është bën patologji ideologjike. Domethënë, këtu ke ne ka filluar 110 vitet e para e fundit të diktaturës dhe vazhdon tash për 36 vite. Korrupsioni është ideologji. Atëherë e patën shënuar, i thanë që vjedhja është jetesë kurse puna është nder, tashti as kërkush nuk e vlerësonte më punën, po duhet punoje diçka më tepër të përfitoje për asaj punë, sigurisht nga fondet publike. Dhe këtu është i gjithë sekreti i madh i një shoqërie endemike, burra dhe gra të korruptuar. Përdorimi i drejtoreshave të tilla dhe drejtorëve të tillë është i tmerrshëm në Shqipëri. Ata duhet mësojnë tash të bëjnë burgun. Dikur një ministre që pikërisht ka të lidhje me këtë rast, i pata thënë kështu: shiko, zoja ministre, unë bëj vetëm burgun tim, nuk bëj burgun tuaj. Po kjo përkthehet me fjalën që nuk vendosi firma, nuk marr përsipër të bëj, edhe normalisht e paguva këtë fjalë, duke u larguar nga puna, jo thjesht për efektin si thash ministres, po sepse u pa që unë isha strambo, nuk funksionoja. Pranoja të rria një dhomë i kuzhinë, po jo të bëja gjëra të tilla. Me këtë nuk duhet ju shes mend, po ka njerëz të tillë. Edhe kur shkojnë deri në drejtime të tilla, burra dhe gra, i nxjerrin jashtë, është sistemi që të nxjerrë jashtë. Sepse ai është ndërtuar gabim, është ndërtuar me parimin për të përfituar, për të jetuar mbi atë çfarë të jep puna e ndershme jote. Me punën e ndershme, me rrogën 800.000, 900.000, 1 milion, 1.200.000, 1.500.000, nuk bën as pushime, nuk studiohen as fëmijë, nuk merret as kredi për shtëpi, sepse shtëpiat kanë shkuar 80.000, 90.000, 100.000, 120.000 euro. Nuk të del rroga për ta bërë një shtëpi tillë ose pushime, ose tesha të bile nuk të del edhe të qerasës një mik që të vjen. Nuk të del, s'ke. Ky është një problem në vete. Pastaj, kur fillon afera, kur fillon endemizmi korruptiv, mundesh që ti përballosh këto gjëra. Tash është bërë gati pa kuptim që të marrësh drejtime të tilla. Sepse sigurisht do detyrohesh të hedhësh një firmë e cila të çon burg ty. Dhe këto drejtorë duhet ta kuptojnë. Kur marrin përsipër të bëjnë gjëra të tilla, duhet marrin përsipër dhe burgun e tyre. Pra, ne akuzojmë kryesisht politikën, ministri, ky, po janë, por duhet marrë përsipër burgun e vet. Kur merr përsipër burgun e vet, atëherë largohet, nuk vendos as firmën, as nuk i mbyll syt, se thotë jo, nuk e pash. Është detyra që ta shohësh, sepse sigurisht burgu bëhet si në korrupsionin pasiv dhe aktiv. Si se pe, dhe kur se kryen detyrën, nuk është shpërdorim detyre, ma po është edhe një burg mrapa, se fillon edhe penaliteti. Ju fola për artën, duke më ardhur keq, por sigurisht duke qenë pro drejtësisë, duke jetuar, duke shkuar deri në fund. Ajo që desha më tepër t'ju them, është që kështu është kur fillon drejtore, minister, pa kuptuar se po shtohet zullumi në mënyrë eksponenciale. Pa kuptuar që po teprohet në përfitime dhe në mbyllje sysh, në thojza, dhe në gjendjet korruptive të jashtëzakonshme të shumë letrave. Sa aq është miqtë mi, sa të futesh e dalë një letër diku këtu, se pastaj nuk ndalen daljet e letrave. Dakor?